Myrto Uzuni u fut nga stoli dhe u shndërrua në protagonist të kombëtarja shqiptare në triumfin 1-0 ndaj Andorrës, teksa asistoi për golin e shënuar nga Kristian Aslani. Në prononcimin e dhënë për mikrofonin e Supersport pas ndeshjes, Uzuni deklaroi: "Ne punojmë shumë në stërvitje se unë i di cilësitë e Kristianit. Ai e pret topin e dytë dhe ishte aksion shumë i mirë me Nedimin, i cili pasoi në hapësirë. E prisja lëvizjen e Manajt që mori mbrojtësinë dhe hapi hapësirë për Aslanin që shënoi një gol të rëndësishëm. Shija që kishim pak mangësi në sulm. Kishim hapësira dhe duhej sulmuar më shumë nga krahët. Mendoj se ishte finale për ne. Jemi të kënaqur për këto 3 pikët dhe gëzojmë të gjithë shqiptarët që mezi e kanë pritur këtë moment." Mëtej Uzuni shtoi: "Serbia ishte tjetër emocion sepse e dinim çfarë na priste. Andorra është ekip i vogël, nuk është se ka kualitet, por luanin duke vonuar, duke bërë faule. Ulej ritmi dhe mendoj se ishte plotësisht e merituar kjo fitore. Nuk duhet të analizojmë, por të festojmë pasi është një arritje e madhe për Shqipërinë."